Çfarë rëndësie ka ihrami në umre për të vizituar Qaben dhe pse kërkohet? Po, kjo pyetje është pyetje me shumë rëndësi, sepse prej mirësisë së Allahut madhëruar kohëve të fundit është lehtësimi i mundësive të njerëzve për të arritur në këto vende të shenjta dhe për të përfituar prej begatisë që ka hedhur Allahu madhëruar në këto vende. Këto vende synohen për të rinovuar besën mes robit dhe Zotit e tij, Allahut madhëruar, besën për besim, siç edhe synohen për të pastruar nga gjunat e mbartura me kalimin e kohës në këtë botë të dynjas, botës së sprovës, dhe për të hapur një faqe të re mes robit dhe Allahut madhëruar. Prandaj në këto vende nuk mund të hyhet veçse në një formë apo gjendje që tregon thjeshtësi, tregon përkushtim, për ulje dhe respekt për Allahun madhëruar. Dhe kjo është ihrami. Në ihram hiqet në momentin që fillon ky adhurim, hyn robi ose besimtari në ihram dhe heq dorë nga adetet e rahatisë dhe adetet e dëshirave dhe qefit për të përkushtuar vetëm me qëllimin e tij, dhe që është pra renovimi i besës dhe pastrimi nga gjunat. Dhe kjo gjë shoqëron atë gjatë gjithë kohës derisa të mbarojë ky adhurim. Dhe ihrami pikse pari fillon me ndrimin e veshjes së zakonshme për burrat, duke hequr çdo lloj rrobe të qepur për të mbështjellë më pas në 2 copa pëlhurash, ndërsa lidhje me gratë ose gjininë femërore ndryshon, duke dhe kusht për to është vetëm zbulimi i fytyrës dhe i duarve, dhe pastaj ndalohet gjatë ihramit përdorimi i parfumit, përdorimi ose prerja e thojve dhe i qimeve të trupit apo të kokës, dhe gjithashtu nuk lejohet intimiteti, dhe që të gjitha këto përbën ato që ne quajmë ihram dhe e shoqëron besimtarin gjatë gjithë kohës. Rëndësia e kësaj është sepse kjo është pjesë bazë e këtij adhurimi. Në qoftë se këto nuk respektohen, atëherë ky adhurim nuk konsiderohet i saktë